po vazhdon punën i lirë dhe ne nuk e Në studion e emisionit tim, unë as nuk ngre akuzë, as nuk bëj gjyq, sidomos e kam të shenjtë respektimin e integritetit dhe të personalitetit të çdo individi. Po flasim në parim, dhe kur them parim, normal po gjykojmë qasje që duken të paktën në publik perceptohen ndryshe sillet maxhoranca me rastin e Erion Veliaj, ndryshe sillet me rastin Balluku, ndryshe sillet me rastin Beqa, ndryshe sillet me rastin e Ilir Metës, ndryshe sillet me rastin e Ben Ametajt, ndryshe sillet me rastin e Sali Berisht. Pra, në këtë kuptim e kam. Pa i ardhur në shtëpi, Rama kishte komplet tjetër sjellje. Pra, në kontekstin i erdhin kryeministri tani SPAK-u. Duhet kuptojmë që është vërtet që në opinionin publik kryeministri Rama dhe vetë Partia Socialiste mundohen të bëjë një gjuhë të moderuar me institucionin e SPAK-ut. Por e kemi parë shpeshherë që ka tentuar të marrë si amplitudë si do të reagojnë institucionet ndërkombëtare. Rastin më flagrant kemi kur vetë Partia Socialiste aty dhe këshilltarët e Partisë Bashkiake të Tiranës vajtën e rrethuan SPAK-un dhe në atë kohë edhe pse SPAK kërkoi mbështetjen e policisë, policia bojkotoi një prej institucioneve më të rëndësishme. Po mos kishin reaguar në mënyrë aq të ashpër Bashkimi Evropian edhe Britania në atë kohë, mund të kishim një qëndrim ndryshe nga Rama. Po çfarë ndodh? Ndërkohë që me atë amplitudë, Komisioni Xhafaj ka tentuar disa herë për të hedhur duart mbi institucionin e SPAK-ut. Ka pasur përplasje publike të zotit Gonzato me zotin Xhafaj ku i ka thënë vija e kuqe është institucioni i SPAK-ut. Ne harrojmë zonja Kushi që ka disa ditë nuk ka tentuar asnjëherë komisionit për të njohur me veprimtarinë me mjediset e punës. Kjo nuk do të thotë që ka tentuar të fuzduart. Kemi një muaj, kemi një muaj që një prej deputetëve të Partisë Socialiste inspekton gjykatat. Çfarë kërkon një deputet? Si një deputet inspekton gjykatat? Po, një deputet i Partisë Socialiste, i qarkut Korçës, ka qenë në GGKO prezent, ka kërkuar të vijë në SPAK, nuk e kanë lejuar. Ka vajtur, po nuk ka inspektuar. Është një nga detyrat, një nga funksionet e parlamentit është që të monitorojë, të shkyrë dhe nuk ka asgjë. Në mënyrë individuale deputet është brenda kompetencave të punës së kuvendit. I harrova dhe emrin da gjej tani me njerë se është i qarkut Korçës është. Jo, po një deputet individualisht, apo si përfaqësues i kuvendit? Si antar i komisionit që ka për detyrë. Po jo të kaq, statusi i deputetit ja jep të drejtën deputetit që të kërkojë informacion edhe si individ. Por deri në këto momente që fakti që ai inspekton dhe ne nuk kemi një sqarim se pse është inspektim, domethënë. Po çfarë është? Të lutem. Domethënë, okay, ju kam juve këtu dhe mund ma sqaroni. Mund të ketë shkuar për të marrë informacion ose në tjetër gjë. Inspektimi nuk e ka tagër as kuvendit inspektor. Ne kemi parë vetëm pamje. Ka për detyrë që të ndjek zbatimin e rezolutave dhe sugjerimeve. Bledi Çomo, mos gaboj, është deputeti Korçës. A nuk e njoh. Siç e dini, institucionet e pavarura. Të rinjtë, është i ri, është, por vetëm dua të ma sqarosh sepse ne kemi parë vetëm pamje, nuk kemi asnjë informacion, por dim që SPAK-u i ka mbyllur derën. Që kërkoja ja ka. Siç e dini, institucionet e pavarura raportojnë çdo vit në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe Kuvendi i Shqipërisë e ka detyrë që të mbikëqyr punën e tyre dhe harton dhe një rezolut. Pra çdo vit, drejtuesit e institucioneve të pavarura vinë, raportojnë përpara Kuvendit dhe kanë një rezolut. Kuvendi miraton rezolutën ku jep rekomandime. Dhe komisioni i ri që është krijuar, ashtu sikurse dhe komisionet e tjera, e kanë përgjegjësi që të monitorojnë zbatimin e sugjerimeve, zbatimin e rezolutës së miratuar nga Kuvendi. Kështu që nuk ka asgjë të keqe dhe gjithmonë ka ndodhur që Kuvendi i Shqipërisë, deputetët kanë vizituar institucione. Për shembull, ne në Komisionin e Arsimit vizitojmë universitetet dhe universitetet kanë autonomi, por ama deputetët kanë të gjithë të drejtën që të shkojnë, të komunikojnë, të marrin problematika, shqetësimet të tyre. Po kështu deputetët sipas fushave të përgjegjësisë, pra çdo komision organizon vizita në institucione të pavarura ose dhe institucione të ekzekutivit, institucionet kushtetuese. Madje është vetë OSBE-ja në shumë raste që i mbështet edhe këto vizita kur janë për shembull nga Tirana në një qytet tjetër, pra është krejt ligjore dhe është krejt brenda fushës së veprimtarisë së komisioneve parlamentare. Nuk quhet inspektim, është thjesht vizitë që për të monitoruar. Mos se qëndrojmë tek një detaj se nuk ka, për sa kohë kemi informacion
Çfarë të është? qëndroj vetëm Vetëm ka diçka. një problem. Po Peçi se Jo, do të thosha vetëm diçka në vazhdën e diskutimeve se çfarë mundodhi tashmë në përplasjen dhe atë që jo, do të të ftoj ta mbash Okej. për ta thënë pas ndërprerjes publicitare. Shkojmë në publicitet dhe vim pastaj sërish në studio.